Që nga shumë e bukur. Faleminderit. Nga vjen? Nga Shkodra. Nga Shkodrana. Ajo që më ka bërë përshtypje, në fakt, mund ta mbash. Në fundit ajo na ka bashkuar. Është që kryeministri në daljet e tij shpesh u ka cilësuar si një turr ose si një turm eksituese, një turm ekzaltuese, një turm që nuk di se çfarë kërkon, një turm që nuk ka ide të qarta. Ke një koment për reagimet e kryeministrit në lidhje me këtë që po ndodh sot në shesh? Ai nuk Si e mendon? emocione. Tham që duhet me dhënë ndërheqjen sa më shpejt, sepse nuk jep drejta asnjë lloj njeriut, mendojmë vetëm për veten. Mendon vetëm për veten. Ti vjen nga Shkodra, është dita e parë apo ke ardhur dhe në protestë? Dita e parë, do të thënë, kam qenë edhe një herë në protestë në Shkodër, po për në Tiranë është dita e parë. Shkodra është një vend i cili sigurisht nuk është si Tirana. Vuan ka pasoja Më shumë se Tirana, nuk ka më shumë, do të thënë ka më pak kushte. pikërisht krimi organizuar, ekonomia, arsimi lën shumë për dëshiruar. Po, nuk ka as universitete, nuk ka, kurse këtu, do të thënë, njerëz student duhet mu largu për Shkodrës më ardhë në Tiranë që me kry universitetin, më najtë larg familjes. Është kjo arsyeja që u ka sjell? Po, sepse unë nuk kam qef mu largu për Shkodrës. Ke menduar ndonjëherë të largohesh? Ja, kur, ja, gjithmonë Shqipni. Zoti, me qënë se je edhe veshur edhe dua ta shfrytëzoj këtë moment, Zoti thotë që kemi ardhur prej ti dhe kemi disa detyrime ndaj ti. Po, shumë e vërtet. A ka Zot ky njeri? Ja, se di që me nën, nuk e di. A i me nën se është, nuk kam fjallë. Shpendoj se është Zoti vetë? Nuk mund të them, ja, nuk mund me pranu. Okej, na lënë ta themi, dhe ta mendojmë, por nëse Rama nuk e dorëzë. Tham se duhet me vazhdu prep, se nuk mundën me ja dalë këshona. Ju punoni, jeni studente, Jam studente, jam në gjimnaz, në vit, hi maturante. maturante. Edhe du që me pas një ardhme sa më të mirë, edhe për vleznit e mi se mu vlajmë ka ik një Itali, vetëm se nuk gjete punë këtu. Edhe rruga shumë e ullt edhe du me pas edhe në familjen këtu, ofër vedit. Normale, sepse në fund të fundit kjo është shtëpia jonë. Po, edhe nuk do na u largu për atë dheut. Çfarë ka bërë përshtypje më shumë fakti që njerëzit dolën në shesh? Ishte shumë mahnitse se nuk e kam prit. Nuk e kam prit nga që ata vetë largunen, po kisha një super emocion të madh kur i pashi hinen diasport në Shkodër. Do vazhdosh të vish? Po. Po. Sërish të veshur me flamur? Edhe më shumë. Edhe më shumë. Feja e shqiptarit është? Shqiptari. Shqiptarit, okej. Faleminderit. Mirë pas.